Deputetja e lidhjes shqiptare Ilire Dauti ka akuzuar kryetarin e kuvendit Afrim Gashi dhe deputetët e koalicionit Vlen se po lejojnë dhe madje po propozojnë ligje vetëm në gjuhën maqedonase. Sipas saj, kjo përbën një devijim nga detyrimi ligjor për përdorimin e gjuhës shqipe në procedurat parlamentare dhe dëmton pozitën e shqiptarëve në institucionet shtetërore. Kryetari i kuvendit, proceduralja që kam dalur unë është personalisht për ju dhe për një nga deputetët e juaj që jeni nënshkruar në një nga ligjet, respektivisht në pikën e parë të rendit të ditës, që ka të bëj me, në fakt titullohet propozim ligj për zbatimin e projektit Shkupi Qendra Evropiane e Kulturës 2028, e keni propozuar me procedurë të shkurtuar, thatë që e keni thirrë në bazë të nenit 74 seancën, por duke e thyer edhe kushtetutën, respektivisht amandamentin 5, edhe ligjin për përdorimin e gjuhëve, respektivisht nenin 4 dhe të tjerë nene, duke shkelur mbi të gjitha edhe mbi rregulloren, të cilën ju jeni kryesori këtu i pari që duhet të zbatoni. Keni shkelur nenin 3 të rregullorës, sidomos pikën 4 e cila thotë: deputeti, funksionari i zgjedhur ose i emëruar i cili flet gjuhë të ndryshme nga gjuha maqedonase të cilën e flasin së paku 20% e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, materialet i pranon me kohë. Përkatësisht i dorëzon edhe në gjuhën dhe alfabetin e tij që të shërbejnë në seancë të kuvendit ose në mbledhje të trupave punues. Edhe pse unë këtë e paraqita si çështje procedurale, zotëri Afrim Gashi, kjo nuk është vetëm çështje procedurale dhe teknike. Është çështje identiteti, është çështje dinjiteti, është çështje e një prej rregullimeve kushtetuese të vendit tonë. Dhe ju e shkelni sa herë që ju kujtohet dhe sot konkretisht edhe me propozim ligjin të cilin e keni fut në seancën e 119, por të cilin e keni nënshkruar dokumentin vetëm në gjuhën maqedone, e keni arkivuar të njëjtin vetëm në gjuhën maqedone. Pra këtu në mesin e deputetëve maqedon është edhe Afrim Gashi dhe Zeqiria Tahiri, nënshkrues të këtij propozim ligji i cili nuk është edhe në gjuhën shqipe. Ndërkaq më pas e keni përkthyer dhe dokumentin e përkthyer na keni drejtuar neve, por i cili është një dokument pa numër arkive dhe pa nënshkrimet e juaja. Pra ju, lere që keni pranuar të shkelni veten tuaj, të privoni vetveten nga e drejta që t'i pranoni materialet në gjuhën maqedone, sepse e keni pranuar në gjuhën maqedone dhe e keni nënshkruar të njëjtin, po keni shkuar edhe një hap më tutje. Ju po jepni nga ky institucion shembullin se si sillen gjitha institucionet e tjera. Imagjinoni në qoftë se kuvendi sillet në këtë formë si do sillen të tjerët. Ndërkaq shembuj keni të panumërt për ta parë se si mund të jetë ndryshe. E keni pasur prej atëherë kur kemi qenë në bashkëpunim në koalicion, kur e kemi bërë ligjin për shtetësinë të dy gjuhët,